Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani disa kokra rush çdo ditë në këto orë dhe do kuroni problemin tuaj më të madh. Rushi mbron nga keqtretja e stomakut, temperatura, sëmundjet e mëlçisë, hemoroidet, gangrenat, probleme të ndryshme dhe rrit imunitetin tuaj. Në vitin 1927, doktor Albert Liebestein, mjek i famshëm nga New Yorku, duke u drejtuar disa prej kolegëve të tij, të cilët e pyeten se çfarë mendonte për aftësinë kuruese të rushit, tha: "Rushi është ushqimi më ideal. Ai mbron nga keqtretja e stomakut, temperatura, sëmundjet të mëlçisë, hemoroidet, gangrenat, probleme të ndryshme e të tjera." Një vit më vonë, Jonas Brand, banor në SBA, nxori në treg librin me titullin Terapia e rushit. Disa mjek kanadez, pas provave të kryera në kushte laboratorike, arritën në rezultate se rushi përmban element ushqyes shumë të rëndësishëm për trupin e njeriut, duke u shndruar në një frut i cili mund të konsumohet nga të gjithë dhe vlerat që do të marrë organizmi janë vërtet të veçanta. Rushi është rritur mbi tokë prej mijëra vitesh me radhë. Ai është një frut i pasur me ushqyes dhe antioksidant që i bëjnë mirë shëndetit. Përfitimet kryesore të rushit janë edhe vitaminat dhe mineralet e tij. Ai përmban vitaminën C dhe vitaminën K. Një filxhan me kokra rushi përmban 27% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 28% të vitaminës K. Sipas disa të dhënave, rushi është i pasur me vitaminën B6, fibër, kalium, mangan dhe antioksidant. Këto të fundit ofrojnë mbrojtje për organizmin ndaj sëmundjeve si diabeti dhe sëmundjet e zemrës. Rushi është i mirë kundër problemeve të zemrës. Disa prej përbërësve të shumta të këtij fruti ndihmojnë gjithashtu edhe në mbrojtjen kundër problemeve kardiake. Ky studim ka konfirmuar se rushi ndihmon në uljen e tensionit dhe problemeve tuaja të kolesterolit. Rushi është një mbrojtje shumë e mirë edhe kundër diabetit. Ndonse rushi është një frut me përmbajtje të lartë të sheqerit, ai ka nivele të ulta të indeksit të glicemisë. Ekspertët thonë se përbërësit bimor të tij mbrojnë organizmin nga rritja e sheqerit në gjak. Sytë do të përfitojnë gjithashtu nga vlerat e rushit. Përbërësit bimor të rushit, siç janë rezervatroli, luteina dhe zeakanthina, ofrojnë mbrojtje për syt nga disa prej problemeve si perdja e syrit dhe glaukoma. Shëndeti i kockave do të përmirësohet. Mineralet si kalciumi, magnezi, kaliumi, fosfori dhe mangani janë të dobishme në shëndetin e kockave. Këto minerale që gjenden te rushi kanë efekte mbrojtëse për kockat. Janë të mira kundër bakterieve dhe infeksioneve. Vitaminat dhe mineralet që gjenden te rushi janë të dobishme në sistemin imun dhe pajisin atë me mekanizmat e duhur në mbrojtjen kundër infeksioneve dhe bakterieve. Janë të mirë për jetëgjatësinë. Rezervatroli që përmendëm më herët aktivizon genet që ndalësojnë plakjen dhe nxisin jetëgjatësinë tek njeriu. Janë të mirë gjithashtu edhe kundër inflamacioneve kronike. Inflamacioni kronik luan një rol në zhvillimin e sëmundjeve siç janë sëmundjet e zemrës, diabet, reumatizëm, sëmundje autoimune. Kokrat e rushit mund t'i konsumoni të shijshme, të freskëta, të ngrira në formën e lëngut ose edhe të thata, dhe vlerat e tyre për organizmin do t'jenë gjithashtu edhe një mbrojtje më e mirë për shëndetin e përgjithshëm. Ekspertët sugjerojnë konsumin e rushit si një mundësi për të rritur mineralet dhe ushqyesit në dobi të organizmit. Rushin e gjejmë në varietete, mallësi dhe ngjyra të ndryshme. Rushi i zi në veçanti është ndër më të pasurit në antioksidantë, të cilët mbrojnë organizmin nga shumë sëmundje të ndryshme. Përposa antioksidantëve, rushi i zi është i pasur me fibër, vitamina dhe minerale. Në këtë video do të mësoni arsyet kryesore pse duhet të nxisni më shumë konsumin e rushit në dietën tuaj sipas health.com. Ai ndihmon kundër sheqerit. Antioksidantët e rushit i zi përmirësojnë aftësinë e trupit në përmirësimin e glukozës, në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Por më tepër, rushi ka nivele të ulta glicemike që ndihmojnë në zbutjen e simptomave të sheqerit. Rushi i zi është i mirë për zemrën. Antioksidantët e rushit i zi luftojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë sëmundje të zemrës. Antioksidantët e rushit i zi ndihmojnë në trajtimin e hipertensionit dhe inflamacionit që përmirësojnë funksionet e enëve të gjakut. Shëndeti i trurit. Antioksidantët luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e trurit kundër luhatjeve të humorit dhe kujtesës së dobët.
Shëndeti i syve gjithashtu do të përfitojë nga rrushi. Studimet kanë treguar se njerëzit që jetojnë në zonën e mesdheut janë më pak të rrezikuar nga formimi i perdes së syrit dhe problemeve të shikimit. Kjo atribuohet ushqimeve dhe sidomos konsumit të rrushit mund të prodhojë gjithashtu shumë përfitime në dobi të shëndetit të syve. Rrushi i zi është i mirë për një gjumë më cilësor. Ndonse të kufizuara studimet tregojnë se rrushi në përgjithësi dhe ai i zi në veçanti janë burime të shkëlqyera të melatoninës. Ky hormon ndihmon jo vetëm në ardhjen e gjumit, por edhe në cilësinë e tij. Ekspertët thonë se ngrënia e rrushit në mbrëmje përmirëson cilësinë e gjumit. Rrushin e zi mund ta përdorni në sallata, në fruta, në kombinime me lëngje ose edhe ta hani veçmas. Rrushi është një nga frutat karakteristik të verës dhe fillimit të vjeshtës. Ai mund të ndahet në rrush vere dhe rrush që shtrohet në tavolinë gjatë pjesës së fundit të vitit. Së pari, rrushi përmban pak kalori, duke qenë një nga produktet mjaft të mira për personat që kanë nisur një dietë të caktuar, ato që duan të bien në peshë. Mirëpo rrushi përmban një sasi të konsiderueshme të karbohidrateve, ndaj nuk është shumë i këshillueshëm të konsumohet nga personat që vuajnë nga diabeti. Së dyti, përmban sasi të larta të vitaminave dhe mineraleve, sidomos kaliumit, magnezit, zinkut, vitaminës A, B dhe C. Edhe pse këto lëndë janë në sasi mjaft të vogla në organizëm, sërish janë të dobishme për manifestimin e organeve të sistemit tonë trupor. Mjafton të përmendim këtu që vitamina C kontribon në sintezën e kolagjenit, proteinës kryesore të indit lidhor. Së treti, në lëkurën e rrushit gjenden disa lloje të antioksidantëve, të cilët janë të nevojshëm në mbrojtjen tonë ndaj radikaleve të lira të oksigjenit, si perodoksidi dhe elementë të tjerë të cilët janë tepër të dëmshëm për organizmin. Sa më i errët jetë rrushi, aq më i pasur është ai me këto përbërës antioksidant, nga të cilët janë edhe flavonoide. Gjithashtu edhe farrat e rrushit kanë veti antioksiduese, edhe pse nuk këshillohen nga të sëmurët me patologji të zorve. Përfshirja e rrushit në dietën tuaj është një mundësi e shkëlqyer. Ky frut është i mbushur me lëndë ushqyese për organizmin. Rrushi është një burim i pasur i bakrit, vitaminës K. Bakri është një mineral thelbësor i përfshirë në prodhimin e energjik, ndërsa vitamina K është jetike në koagulimin e gjakut, madje edhe atë të kockave. Po ashtu, rrushi ofron shumë përfitime, sidomos sasi të mirë të vitaminës B, tanin, riboflavin, B6. Si tanin ashtu dhe riboflavina nevojiten për rritjen dhe zhvillimin, ndërsa B6 kërkohet kryesisht për metabolizimin e proteinave. Mund të ndihmojë gjithashtu edhe në shëndetin e zemrës. Rrushi mund të përmirësojë shëndetin e zemrës në disa mënyra, si për shembull të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut. Një filxhan në rrushi përmban 6% të dozës së rekomanduar ditore për kalium. Ky mineral është i nevojshëm për të mbajtur nivele të shëndetshme të presionit të gjakut. Provat tregojnë se kaliumi ndihmon në uljen e presionit të gjakut, kryesisht duke ndihmuar në zgjerimin e enëve të gjakut. Mund të ndihmojë gjithashtu në nxjerrjen e natriumit, në parandalimin e ngurtësimit të arterjeve dhe venave, që ndryshe mund të rrisin presionin e gjakut. Megjithatë, studiuesit tregojnë se rrushi është një mundësi shumë e mirë edhe në uljen e kolesterolit. Komponentët e gjetur te rrushi mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër niveleve të larta të kolesterolit, duke arritur edhe përthithjen e tij. Një studim 8 javor i 69 njerëzve me kolesterol të lartë tregoi se 3 filxhane gjysmë e rrush në javë mund të ulin gjithashtu nevojën tuaj për të përdorur trajtime të ndryshme kundër kolesterolit. Rrushi është një mundësi e shkëlqyer për rritjen e vlerave të trupit, dhe përfshirja e tij në dietën tuaj gjithashtu do të ndihmojë edhe në rritjen e përfitimeve të larta ushqyese. Ndaj, edhe ekspertët sugjerojnë konsumin e tij në mënyrë të përditshme. Rrushi duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja, në mënyrë që të keni përfitime të mira edhe në shëndetin kardiovaskular, citojnë ekspertët. Konsumi disa kokra rrushi në ditë gjithashtu mund të jetë një mundësi e mirë për të rritur shëndetin tuaj. Është e vlefshme që rrushin ta konsumoni brenda normës së lejuar, vetëm kështu do të merrni edhe përfitimet e tyre në shëndet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj t'i bënit like.
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.